Përshëndetje. Sa herë zbresim prej 35 vjetësh në një raport në Itali, Gjermani, Greqi apo ku të tjetër në Bashkimin Evropian, na tregojnë me gisht një korridor ku na duhet të shkojmë e të futemi në radhë. Ndërkohë, europianët kalojnë në korridorin e tyre pa radhë dhe dalin matan sa po hap e mbyll syt. Ne vërtet s'kemi viza për të lëvizur në Europë, por ama s'kemi as të drejtën për të qëndruar në një vend të Bashkimit Evropian përtej 90 ditëve të lejuara. Prandaj, kur arrim në kufinjtë e Bashkimit Evropian, na fusin në një radhë të dedikuar dhe na marrin në pyetje punonësit e policisë kufitare, të cilët teksa na e kthejnë mbrapsht pasaportën, pyesin ku po shkojmë, sa të holla kemi me vete, me kemi të shoqëruar, kush na ka ftuar, kur do ikish që këtu, e pyetje pafund me radhë. Ne mund ta mbyllim përfundimisht këtë histori poshtruese dhe të mos na ndajë më askush nga tufa e bashkëdhëtarëve tanë europian. Të mos hyjmë më në radhë, të mos japim më as llogari një punonjësi policie në aeroport se përse po hyjmë në një vend Bashkimit Evropian dhe se sa do rrim. Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptari e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Ne i kthyem Shqipërisë dhe shqiptarëve krenarin në përfaqësimin ton ndërkombëtar, duke bërë të harrohet koha kur kryeministri asaj kohe Qesharak nuk i hapej dera asgjikundi. Sot Tirana jon është kryeqyteti evropian i Ballkanit dhe kryeministri Rama udhëhesi shqiptar më respektuar nga miqtë dhe partnerët e Shqipërisë. Prandaj, më 11 maj për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i katërt, por një mandat më i fortë se të treja mandatet e deri sotme. Prandaj kush e do pasaportën e BE-s, duhet votoj Edi Ramën dhe Partinë Socialiste numrin 5, sepse askush tjetër nuk i pajis dot shqiptarët me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade deri në 2030. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga korridori parad, në çdo aeroport, port apo dogan toksore, por është edhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda kufinjve të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet më e vogël sa Shqipëria dhe Shqipëria bëhet më e madhe sa vetë Europa. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemtë e Shqipërisë do të mund të studiojnë në çdo universitet të Europës, me tarifa të njëjta sikurse studentët europian. Dhe jo me tarifa ekstra si student të huaj ndërkombëtar. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, kudo qoftë, nga Stokholmi në Lisbonë, nga Madridi në Varshavë, duke gëzuar të njëjtat drejta si suedezët në Suedi, si portugezët në Portugali, si spanjollët në Spanjë apo polakët në Poloni, si dhe duke përfituar nga sigurimet shoqërore e shëndetësore të shtetit ku ai punësohet brenda Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s do të bëhet shumë më e lehtë edhe hyrja pa vize në shumë vende jashtë Bashkimit Evropian, apo punësimi në ato vende me procedura shumë më të thjeshtuara për leje qëndrimi apo dhe leje pune. Me pasaportën e BE-s, shqiptarët do të përfitojnë nga të njëjtat standarde të larta të mbrojtjes së të drejtave individuale para çdo institucioni ose çdo gjykate të çdo vendi të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar e shqiptare do të fitojë të drejtën të votojë dhe të kandidojë në zgjedhje lokale kudo ku jeton brenda Bashkimit Evropian, madje edhe për Parlamentin Evropian. Ndërkohë që edhe Shqipëria do të jetë pjesë e zgjedhjeve europiane dhe do të ketë europarlamentarët e vet në qeverinë e BE-s gjithashtu, në Komisionin Evropian, si dhe plot djem e vajza në administratën e Brukselit. Me pasaportën e BE-s, çdo ambasadë e Bashkimit Evropian të vjen në ndihmë kudo që ti ndodhesh nëse nuk ke pranë një ambasadë të Republikës së Shqipërisë. Prandaj, më 11 maj, votoni për pasaportën e Bashkimit Evropian. Votoni Partia Socialiste Edi Rama numri 5 në fletën e votimit. Ju përshëndes.